e Arubës. Çfarë prisni nga takimi i Arubës, zoti Strazimiri? Unë besoj se është një moment, është një nga momentet ku duhet të ndalemi. Nuk është, domethënë, është skandali i radhës, nuk është se ky është skandali më i madh që kanë bërë këto 12 vjet. Janë kapur disa herë në flagrancë, janë kapur duke flirtuar, duke komunikuar me krimin e organizuar, bisedat që Kam përshtypjen se jemi për te flirtit, gjysma janë mbarsur këtu. Më falni se nuk e dëgjova. Jemi pak për te flirtit, gjysma janë mbarsur, po them, situata është mbarsur. Pikërisht pra, pikërisht. Unë jam nga ata që nuk pres të numërojnë se me sa herë quhesh, unë mendoj që quhesh që me herën e parë. Okay. Kështu që hera parë ka kohë që ka kaluar, ka 12 vjet që e kapin në flagrancë, unë mendoj që do të ishte një moment ku e gjithë shoqëria duhet të ndalej, sigurisht opozita, siç u thash, brenda kontekstit parlamentar dhe rregullave me të cilat funksionon një parlament demokratik është duke bërë të pamundurën për ta tërhequr qeverinë në rolin e saj kushtetues për të dhënë llogari përpara opinionit publik, jo thjesht përpara opozitës. E kuptoj. Ndërkohë vim tek një çështje e aktualitetit, kthese e ngjarjeve, Erion Veliaj ka vendosur të luftoj apo ka vendosur të bëjë sikur do luftoj? Fillojmë me Çollakun, më pas Strazimirit. Unë mendoj që ai ka vendosur të bëjë sikur lufton, se armat e luftës tij janë rralluar her pas here. Njëkohësisht ai është duke negociuar sipas asaj çfarë shohun edhe telashe të tjera penale të tij dhe të familjarëve të tij. Kemi parë në momentet kur Veliaj përpiqet të çonte mesazhe gjoja Ramës, gjoja mesazhe se unë do të flas, ti do jesh lajmi i fundit dhe këtë andaj. Dhe këto e bëri pasi i vajti Arber Veliaj, që sërish po hetohet vepra penale pastrimit paraos, vepra tjera të rënda pra strukturës posaçme, 2 ditë radhëzi struktura e posaçme thirrri për dëshmuar pikërisht vllajën e Veliajit, apo që është bashkëshorte dhe është një përpjekje që të përfitojë, le të themi, të akuzohet, të dënohet apo të gjykohet, le të themi se dënimi do të jetë pjesë finale e vendimmarrjes për vepra të cilat janë periferike ose nuk kanë atë çfarë ai ka bërë saktësisht. Tani të shkojmë të hetojmë Veliaj në bashki për çfarë ka bërë me të shoqen, ndërkohë që shoqja e Veliajit në punën e shtetit ka qenë Rama. Pra vendimet dhe veprimet ai ka marrë me Rama. Të mos kesh e shoqja e Veliajit ka qenë Rama ishte batutë akoma më ambige se gjithë kjo periudhë. Të mos kesh akuzë për organizat kriminal dhe grup strukturar kriminal për incineratorët, është shaka shumë e zezë strukturës posaçme. Të mos e hetosh Veliajin për Eko Tiranën, për ndosjen e ndërgjetës së ndërtimeve, për teatrin kombëtar, për ato miliona pemë që janë mjedh, por nuk ishte askush se ku gjenden mbi tokë. Gjithë shpërdorimet dhe abuzimet miliardave të Bashkisë Tiranës, po ta akuzosh se ka blerë fustane shoqja apo ka udhëtuar me makinë elektrike, këta janë, le të themi, papërgjegjësi ose mosveprime të prokurisë. Dhe këtu, në këtë, se Bashkia ka kryer punë për Veliajin edhe kur ishte, jo tani që nuk është, dhe kujtesa e Ramës 7 muaj pas mungesës së Veliajit në Bashki. Dhe zvarritja e procedurave, Rama nuk është gati sepse ka telashe personale dhe do dhe të fitoj kohë për momentin, pavarësisht se Veliaj dhe Velinj që janë në PS, ata e dorëzuan në Veliaj se kur ishte një anonim, ndonse kishte zgjedhur të gjithë shqiptarët, le të themi si të besuarit e tij. Dhe tregon për fuqinë e Ramës brenda PS-s, por njëkohësisht edhe një lloj unë shoh edhe një lloj problemi të kësaj marrëdhënie dyshe mes Ramës dhe Veliajit, tek e fundit një numër të madh ligjshkelis, një numër të madh veprash penale. Veliaj dhe Rama e kanë bërë bashkë. Pra, Veliaj mund të jetë shumë mirë dëshmitar i dobishëm i drejtësisë. Natyrisht frika dhe hallet tjera nuk e lën të ndodhë dhe të bëhet kjo. Por Rama është i vetëdijshëm për dielin e shumë vepra, e shumë firma, e shumë porosive le të themi të paligjshme që Veliaj ka kryer pasi Rama e ka kërkuar. Dhe në këtë hambar informacioni, Rama e ka një sikleti. Natyrisht, unë mendoj që ata po përgatiten që t'ja ofrojnë një lloj lirie Veliajit, t'ja lehtësojnë barrën penale, kjo është një lloj pazari në kurrizë të drejtësisë, ndërkohë që numri madh veprash siç përmendla edhe më herët janë të pahetuara, janë me 5D, me 6D aty, çdo çështje që të kapësh është një shumë D. Le të themi, e gjithë kjo, pra, ato para publike mbetet një hetim i munguar se çfarë është bërë me këto, kush ka përfituar, kush ka vjedhur dhe kush janë përgjegjësit. Në këtë kontekst, prokuroria e posaçme në hetimin e ndodhur në Bashkinë e Tiranës ndaj Veliajit, ndaj shumë zyrtarëve të tjerë, unë i shoh të munguara.
Ajo çfarë teatri i Ramës pastaj për të qenë edhe kryebashkiak, sepse duhet të jetë i tillë mo. Këto leje të mëdha që janë për gjithë kulla investime strategjike që na vijnë nga çuan e Londrës, Dubajt, Venezuelës, Ministria e Jashtme e Meksikës kishte problem mafia që referoi në OGB, mafia shqiptare. Të gjithë këto që shkojnë tek i gjatë për të marrë firmë, duan një anonim aty në bashki, jo se kishin rezistencë madhe Veliaj, por në farë mënyrë merrte edhe aksionet e tij të përfitimit të paligjshëm. Atëherë, prokuroria e posaçme duhet ishte futur të merrte në hetim me Ramën. Nuk mund ta hetosh Veliajin pa hetuar bashkërisht me kryeministrin. Nuk janë bërë vepra të ndara. Ata kanë punuar bashkë, firmosur bashkë, bërë vepra penale bashkë dhe përfituar bashkë. E kuptoj. Strazimiri?